Alhamdulillah. Dhe kam edhe unë edhe një pyetje. Por Allah. Një këshill të rive ku vetmohen me kompjuterin shumë, se tash internetin shpejt. Allah i shpërlet. Ma se më thojnë ekstremist, ma sanin. Ama për kompjuterin ekstremist. Shumë kemi nevojë. Allah i rujt. Po kera lunë. Si ti në po kërës dhe me hajt. Meselja e kompjuterit Këtë më poja një. është vazni, përdorimi i kompjuterit dhe programeve të ndryshme që janë, do të me pas kujdes. Hadithin e lërë përmendur ma herët që e përmenda se me shfridzu kohën. Gjdo sen, kompjuteri është sen i mirë që mundët me shfridzu njëri punë të mira. Hin ndëgjon Kur'an, hin faqet islamit, përfiton nga ajo, por se cili për juve në t'i ban pyetje vetit sa e shfridzon kompjuterin punë të hajrit dhe nësa në sherrit. Zdu raport mu më dhonë, vetit jepni. Dhe në qofse ti e she vetën të dobë dhe të pa pregaditur në kompjuter, unë e di shumë njerëz që kanë qenë të udhëzum, ndëgjoni mirë. Shumë njerëz që kanë qenë të udhëzum nëpërmjet kompjuterit kanë deviju në udhëvile. Edhe unë mendoj se ka shumë davetgjit dalaletit nëpërmjet internetit. Edhe davetgjit e dalaletit nëpërmjet internetit janë më të mëdhaj dhe më shumë se sa davetgjit hidajetit. Se juve me ju vetë, sa xhallar bëjnë davet në internet, është filani dhe i numroni me gishta. Dhe sa faqe janë, i numrojnë me gishta, me qindra dhe me mija. Amo dalaletit janë me miliona dhe me qinda miliona. Vetëmimi me kompjuter, ndesh vetë, ndesh kalabollok. Keq përdorimi i kompjuterit në aspektin kohor, në qofse ty ta hum kohën për leximin ndaj shkollës, ta humb kohën të largon pi namazit me xhamat, ta humb kohën nuk të lë me shku në ders, ta humb kohën nuk të lë me shku në punë, ajo është fitnë e jotja. Dhe të ka largu nga punët më prioritare çka janë. Po nëse ti ke nevojë me marr informata, derisa ta gjeni mesele dhe hin në internet dhe e gjen më herët, më shpejt e shfrytëzon kohën për çështje të kohës që e shfrytëzon, ajo lejohet. Nëse ti hin që ta përdorësh në punë të hajrit, ajo lejohet. Mirë, po nëse ti në udhëvila ose hoxha ban me komuniku me bodavet nëpërmjet internetit vajzave. Shembull, ose vetmimi ose kontakti ku ta dione, ju dini më mirë këto senet, por këshilla jem është me pas frikë Zotin, se shumë djem kanë deviju nëpërmjet internetit, po ka një kategori për djemve që janë udhëzuar nëpërmjet kompjuterit. Veç nisen monument. Allah nuk ka bë ben kompjuter, Allah ka bë ben laps. Edhe ajo çka e shkruaj ose çka e kanë shkruar dietar, ajo mbetet. Ama ta ajo hin niverosa edhe të në thirë eksperta së në të kthejnë ata. Me fjalë të shkurta, kjo e ka dobin momentale për informata më të shpejta edhe më të shumta. Mirë po e ka dhe rrezikun për prishjen, se sot njerëzit ju ka bë kancer. Dhe unë mendoj se dikush ala si ka qelë syt, nuk e ban dhikrin pa e qelë Facebookin një herë. Ka djem që ka rrinë më shumë kompjuter se në Kur'an. Ka djem më shumë rrinë programe të ndryshëm, se sa në lexim të ilmit të dobishëm. Me fjalë shkurta, se muhabeti është i gjanë, nëse ti nuk e shfryzon fita atilla në rrugt të Allahut, ajo është fitnë dhe ki me dhon llogari për ata. Edhe jashtë asajna që ajo ka më deviju dhe ka më qit, jashtë shfrytëzimit që ti nuk e ke shfryzu në punë të hajrit. Këto e para është koha, e dyta është formën se sa e të përdor për të mirë dhe sa për të keq. Prandaj, te një numër i madh është bë kancer dhe janë bë njerëzit në varur. Ka shumë pidjemve të ri, gjithë ditën komenton llafin me apo like filanit ose like filanit. Mi thonë a din ajetul kursi se çet tamam te në fund. Edhe hajde hoxha frium ta namasanin. Pse? Se i ka hina i shejtan në i virus edhe pi Facebookit, edhe ka dhe kësi punë. Për e me kam, nuk jam të lujt. Rruje ty më së rogë. Ka. Rruje se dhe ti shumë rri. Këshilla jem është dhla kështu. Shfryzone në qofë se të kanoset në tjeshil të në hin. Qofse kallet e portokallta mos jep gaz, po nalo se kime hin të kuqen. Anite, vllai. Do të thotë mas mirë janë të një shiltën më kanë. Se të hinsh të portokalltën kime hin të kuqen. Po wala ta krebu, Allah ka thon mos i afro zinas, ka thon mos ban zina. Mjet për afrimin e zinas, sot linku më i mirë është interneti. Edhe shumë njerëz kanë deviju, çajin kanë të dhëzum. Prandaj e këshilloj vetën dhe juve me pas kujdes me shfryzu vetëm në momentet caktum, në kufit caktum dhe në programet caktum që janë halal dhe të lejum.
E për memërinja aty të na, ka fitne dhe të lashe dhe sprova. Allah në udhëzoft.